Njërë, për ata që se din, ju jeni një çift gazetarësh të dy. Moza Picari është një gazetar nga gazetarët më të njohur në Shqipëri dhe së fundi ishte gazetare e Zërit Amerikës. Ore, çfarë bën me Zërin e Amerikës? Po pyesni Trumpin po valla, ju ose këtë Laçivitan, ç'është, si e ka kjo. Zëri i Amerikës, me sa di unë është mbyllur. Jo, me sa di unë është mbyllur me vendimin e Trumpit. Po tani ka ca procedura, një gjyq është fituar. Ekziston mundësia që të rihap. Landi, ne mund të flasim për shembull në këtë raport për shembull Paragonin, Begeti, Rama, këta. Me Amerikën, zëri i Amerikës nuk është një gjë kështu. Zëri i Amerikës ka qenë zëri fizik i politikës amerikane. Shtetit amerikan. Në jashtë. Zëri i Amerikës që ne njohim nuk transmetohet në Amerikë, është ndaluar me ligj. Nuk transmetohet atje. Në asnjë gjuhë, as në spanjisht, as në shqip. Vetëm jashtë Amerikës. Në vendin ku është për këtë punë, ata transmetojnë mesazhin zyrtar politik. Për këtë arsye është një humbje shumë e madhe për ne. Si është thjesht një çift gazetarësh? Gëzimi këtyre që quhen të djathtë, si çift gazetarësh, më ka sëmur. Zëri i Amerikës ka qenë gjëja që ne prisshim, si tha inxhinieri, kur shkuan në breg të detit ata fëmijët dhe pyesin pse kemi bërë këto bunkerët, mësues, më tregoi inxhinieri. Edhe i thot ai, po që mos vi Amerika, i thot. Po pse do vi Amerika? E kupton, ta pushtoi, sepse ata duan ta gjejnë komunizmin gati. Qa thua? O qa pjesë kja gjone një këta? E duan ta gjejnë komunizmin gati, tha? Ate që kemi bërë ne, tha, me forcat tona, komunizmi, vinë ata, tha, ne e marrin gati. Ne e marrin gati. Për këtë arsye, tha, ne pa e mbrëm, tha, që mos vinë ata. Se kisha imagjinuar këtë përgjigje. Si është thjesht një çift gazetarësh? Pa ndërgojnë çik për mosën për vetën. Mirë më se ku shiko, domethënë ka dhe kështu përplasje, po janë të gjitha përplasje intelektuale apo profesionale. Ka lodhje, sepse Moza për shembull ka pas punuar shumë fort. Një gazetarët me energjike. Orë pa fund, kështu që unë kam qenë vogla ime, dhe 2 vjeç më thotë Mabi. Pastaj u rrit e thotë Bami. Bami. Sa e bukur kjo. E kupton? Shumë e bukur. Edhe Moza për shembull mërzitën e thotë, "Si parti, unë jam Mami", e kupton? E këta? Aja shifte që sepse nuk e kuptote dot se kush ishte. Unë përkthesha, ama ishte çështje ka lëmojtë. Domethënë kam pranuar edhe e lotshme ka qenë, por edhe shumë kënaqësi e madhe, sepse Mozës për ajra me bë këtë pjesën tjetër. Se më përkthim është shumë vështirë. Për gjithë ata që ti u kërkon votën, unë doja një 30 sekond, 1 minutë, një lloj mesazhi për gjithë ata që duhet votojnë Rudi Erebar. Përshëndetje, Rudi ju fton të gjithëve, jo ashtu siç ka thënë Rama për të majtës e djathës, por kështu siç jemi të gjithë, ndash mendojmë të jemi të majtë, ndash mendojmë të jemi siç jemi shqiptar. Të jemi të rikthehet drejtësia në sistem, që hajduti të ketë frikë që është hajdut, të mos jetë më nder të jesh hajdut, të mos kaloj as me tallava, as me byrek, as me timon, as me antikomunizëm, zotëri, të mblidhemi të gjithë bashkë dhe të ndryshojmë. Ju ftoj të votoni partitë jashtë kësaj që janë sot. Votoni, nuk ju pëlqen Rudi, Luli, votoni një tjetër që është jashtë. Qeveria më e mirë është një qeveri e ndërtuar nga shumë parti. Shumë parti do të kontrollojnë njëra tjetrën. Duke kontrolluar pushtetin, ne do të kontrollojmë jetën tonë. Jo Rudin, duhet të kontrollojmë të gjithë bashkë jetën tonë. Duhet të bëjmë një qeveri e cila rrëzohet me një protestë. Një skandal, një protestë. Rrëzohet qeveria. Nuk ka nevojë as për flak me djeg policët, por duhet i kthejmë policit të drejtën, dinjitetin, fuqinë, që të shkojë ta kapi hajdutin, ministrin, kryeministrin, dhe ta fusin burg. Këtë gjë janë detyruar të huajt të na bëjnë neve me një
organizatë që quhet SPAK. Kemi të gjitha prokurorit, të gjitha gjykatat, i kemi në gjendje dhe u detyruam të bën prap një gjykatë speciale si atëherë. Sepse duhet të ndalojmë ne këtë vjedhje të përgjithshme, nuk ka asnjë të mirë vjedhja. E keqja nuk ka fund. E mira ka fund. Njeriu ha, pi, e tepron me i got, i futi gjumë, zgjohet mëngjes, thot mirë mëngjes, deri aty takon njerëzit. E keqja është, nuk ka të haj, nuk ka të pi, nuk ka ku të flej, nuk ka ku të rri. Merr drog, vret njerëz. Dhe këtë jetë kemi përditë. Numroni sa të vrarë janë nga droga. Këtë javë. U vranë të pafajshëm. Të gjithë bashkë mund të bëjmë këtë me votë. Vota juaj, në qoftë se është aq e madhe, ndryshon çdo lloj regjimi. Ku të kujtoni që 1991 humbi Ramiz Elia me Ilagje Tiranës. Ke Ilagja ku ishte themeluar partia. Në 92-shin, 2/3 e parlamentit i fitoi Partia Demokratike, ishte i shpresë shumë e madhe. Ne e lam atë punë dhe ja lam në dorë prindërve tanë. Sepse ashtu ishte, këtë dinim të bënim. Ne ishim nga 20 vjeç, nuk mund drejtonim ne asgjë. Sot jemi rikthyer, ne jemi prindrit sot. Dhe duhet të rregullojmë atë që duhet ta kishim bërë prindrit tanë përpara 35 vjetësh. Por atë që duhet të kishim bërë prindrit tanë përpara 35 vjetësh nga 90-ta. Dhe më thënë, ne jemi 80 vjetë që kemi shkuar kështu. Janë zhdukur të gjitha. Fabrika, uzina, armë. Çdo gjë. Është shkatruar Bregdeti, është shkatruar kjo, është shkatruar ajo. Do të vazhdojmë ta bëjmë këtë punë? Do më thënë, të lejmë të votojmë prapë Edi Ramën që të bëjë rrugë që t'ikin më shpejt shqiptarët? Apo të kthehemi ke ai ku ishim përpara 12 vjetësh? Kaq. Njëri është në burg nga ata përpara 12 vjetësh, tjetri është për burg. Ky tjetri është kryeministër pra për burg, gjysma e qeverisë është për burg. Rudi u fton vetëm thellohuni, ndërtojmë një qeveri e cila rrëzohet me një protestë, me skandalin më të parë. Okej, zoti Rebara, të falenderoj për bisedën këtu në Dekalog. Ju faleminderit, jam i nderuar. Të nderuar teleshikues, do që të intervistë me zotin Rudi Rebara, kandidat i koalicionit Euroatlantik në qarkun e Tiranës. Qëndroni gjithmonë me Dekalog këtu në Dritare TV, kemi një intervistë tjetër me Aulon Kalan. Nga ura Lançafoku, mirupafshim.